Madje thot, ky kundërshtim, pra kundërshtimi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe më i madh tek Allahu azza wa jall se sa këto vepra. Se sa vrasja, se sa mbytyja, se sa pirja e alkoolit. Se kur e kundërshton njeriu sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka kundërshtuar Allahun azza wa jall. Për këtë arsye ai që pin alkool bën gjuna, ai që libon armëritet bën gjuna, nëse pendohet Allahu azza wa jall, ja fal. Ama kundërshtimi i sunetit është më i rrezikshëm se sa gjunahet e mëdha që njeriu i bën. Për këtë arsye bidati është më i dashur te iblisi se sa gjunahu. Risia është më e dashur te iblisi se sa gjunahu. Se njeriu kur bën në risi bidat, nuk e ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mendon se bën sevap dhe afrohet Allahu azza wa jalla dhe nuk mendohet për të. Ama kur bën gjuna, besimtari e din se bën gjuna dhe ndjen keqardhje për to. Dhe nëse pendohet, Allahu azza wa jalla ja fal dhe ja shlyen dhe mbetet në suazat dhe kornizat e ehlu sunnetit dhe xhamatit.